për arkitekturën e tij elegante dhe atmosferën e qetë përgjatë lumit Danub, u mbushën me ngjyrat verdhe kaltër të kuqezi, duke përfshirë këtu edhe entuziazmin e zjarrtë të tifozëve nga Kosova. Dardanët me këngë, flamuj dhe energji të pashtershme krijuan një atmosferë që rrallë shihet në këtë qytet, duke kthyer Bratislavën në një shtëpi të përkohshme të futbollit kosovar. Nga sheshet kryesore deri te rrugicat e vjetra të qytetit, jehona brohoritjeve shqiptare dominoi çdo cep, duke paralajmëruar një përballje të madhe në fushën e Stadiumit Nacional, aty ku Kosova do të shkruante një tjetër kapitull pa harrueshëm me fitoren spektakolare 3-4 ndaj Slovakisë. Bratislava është njëri nga qytetet më të vjetra në Evropën qendrore. Një qytet që ka histori të lartë, duke filluar qysh nga perandoria romake, i futbollistëve të rinj. Ky pres që sakrifikuan gjithçka qysh nga fillimi i kësaj kampanje kualifikuese për kampionatin botror, ndoshta mund edhe ta prek. Shumë prej tyre e shohin kampionatin botror si suksesin më të lartë në karrierën e tyre, e padyshim njëri nga ta është edhe Vedat Muriqi me shok, cilët nesër do t'i prind kombëtarët e Kosovës dhe do ta përfaqësojnë shtetin e Kosovës në play-offin kualifikues për kampionatin botror. Ndeshja zhvillohet me fillim nga ora 22:25 nesër bashku me ekipin e redaksisë së sportit në Kanal 10. Kemi lutuar për të prekur nga afër çdo pjesë të kësaj ëndre, çdo pjesë të kësaj historie që shpresojmë në fund të shkruhet me një kualifikim. Kjo në fakt është vetëm ndeshja e parë e play-offit, pasi që të martën në rast se një fitoreje ditë para zhvillimit të ndeshjes me dardanët, të cilët tani më kishin filluar me fest, këngë e brohoritje që e bën qytetin të jehante me ritmin e Kosovës. Përderisa tifozët kishin filluar festën, ekspedita kosovare kishte marrë rrugën për të udhëtuar drejt Bratislavës nga aeroporti i Prishtinës. Ishte ora rreth 17 ditë të së martë, kur ata shkelën tokën slovake e menjëherë nga aeroporti u nisën në drejtim të stadiumit për të ambientuar me fushën e Stadiumit Nacional, derisa përzjedhësi frankofone e futbollistit Vedat Muriqi u paraqitën në konferencën për media para gazetarëve. War eigentlich das Ziel, uns für die Europameisterschaft zu qualifizieren, aber die Mannschaft hat sich in den letzten Monaten extrem gut entwickelt und wir haben jetzt schon die große Möglichkeit, uns für eine WM zu qualifizieren und diese Möglichkeit wollen wir nutzen. Aber ich habe damals schon gewusst und auch daran geglaubt, dass die Mannschaft Qualität hat. Mir war bewusst, dass wir vielleicht Kleinigkeiten verändern müssen. Wir haben auch neue Spieler dazu bekommen, die sich jetzt auch entschieden haben, für den Kosovo zu spielen und dieses Paket hat es jetzt ermöglicht. Besoj që kemi pas 3 stërvitje jashtëzakonisht të rëndësishme për neve dhe dim pikët e dobta bashkë dhe pikët e forta të Slovakisë. Për të martën, dyert e stadiumit u mbyllën, futbollistët morën rrugën drejt hotelit e qendra e qytetit në Bratislav po merrte flakë nga dardanët. Përderisa kënga nuk ndalej, ne vendosëm të vizitonim hotelin ku po qëndronte kombëtarja e Kosovës e aty për një intervistë na hapi dyert drejtori kombëtarës
kohë relativisht të shkurt pas pranimit, po mendoj, 10 vite ti të arrish që shkosh në play-off. Dhe aq më tepër nëse veç edhe sigurohet pjesëmarrja në kampionat botëror do të jetë e jashtëzakonshme. Një shtet i cili para 10 viteve është pranuar dhe tash bim në një situatë çfarë kemi ardhur, atëherë dojna me shfrytzu këtë momentum maksimalisht që të arrijmë këtë hëndër nëse mund të them. Dita e përballjes erdhi si kulmin e pritje të zjarrt, ku emocionet kishin mbërritur në pikën më të lartë. Në njërën anë vendasit me pritshmëri të mëdha, në tjetrën Dardanët me besim të palëkundur, në kontrast që i dha kësaj dite një dramë të veçantë. Pika e grumbullimit e caktuar nga Dardanët po mbushej me tifoz nga gjithë Evropa, derisa kryetari i tifogrupit Dardanët na dha më shumë detaj rreth organizimit dhe pritshmërive për ndeshjen e sotme. Kisha me thonë, ndoshta njëna prej ndeshjeve më të rëndësishme në 10 vjetorin e pranimit të Kosovës. Kisha me thonë që është njëna prej ndeshjeve ndoshta jetike, kisha me thonë për shtetin, sepse e dim ku kena me shku në botëror dhe me kënë është kryuja po. Andaj menoj që është jetike për këtë fakt, sepse menoj që kombëtare rrugton alo, kam rrugtu alo, mirë po ndeshja sotit është diçka e jashtëzakonshme për ne. Fitoria kish me qenë është një rilindje e dytë të shtetit. Ata e dinë rëndësinë e secilës ndeshje, ata janë prej fillimit me neve dhe e dinë synimin ton, kualifikimi dhe ndërrimi e çdo njeri këtu. Edhe pse tash jemi në muajin mars, muajin e shqiptarëve, muajin e bombardimit të NATO-s, muajin e gjithë njerëzve, andaj me sakrificën e shumë njerëzve që kanë marrë për këtë vend dhe për këtë shtet, besojmë dhe shpresojmë që e japin 100 apo 120 apo 150% për shtetin për Kosovës dhe besojmë për çështën fitore në Kosovës. Për të qenë sa më afër e për të përjetuar edhe emocionet e fesës nga Dardanët, aty u shfaq edhe i pari i Federatës së Futbollit të Kosovës Akim Ademi, e ne shfrytzuam këtë moment për të realizuar një intervistë të shkurtër me të. Atmosferë fantastike këtu në Bratislava, Slovakisë. Si gjithherë kur janë Dardanët edhe ju të tjerë. Okej, sa ju jep motiv kjo atmosferë me punu, edhe me arrit një sukses të madh të kombëtarëve Dardanë. Por na jemi rrit bashkë me këtë atmosferë, kemi punu bashkë dhe normalisht që është energji shtesë gjithmonë për punën edhe për dëshirën më marrë me këtë punë. Okej, sa je optimist që kjo këtë atmosferë me vazhdu dhe pas ndeshjes sonte? Po mos të shumë optimist, kishëm nejtë shpejt, kishëm u ndeshjen 3-0. Jemi marrë për fitore. Asgjë tjetër përveç fitores? Absolutisht, është një lojë e cila realisht është kvalifikuese, ose eliminuese më mirë me çujt. Na do të bëjmë punën tonë, futbollistat janë në formë më të mirë të mundshme, e kanë djenin, janë në djenin dhe e kanë mendjen gjithçka të kjo ndeshje, të kjo fitore, se e din rëndësinë e kësaj dhe sigurisht që besojmë ta dhe presim fitore. Na do ta bëjmë pa mundurën, do ta dhom më shumë se 100% në fushë dhe jashtë fushës siç po e dhom. I falenderoj gjithë tifozët, Dardanët dhe të gjithë të tjerët që janë diku rreth 7 deri në 8000 veta shqiptar që kanë marrë bileta. Kështu duhet shteti, kështu duhet kombëtarja. Sukses të president pas ndeshjes, bashkë Faleminderit. Besojmë. Në Bratislav ishte i pashmangshëm takimi me kolegët tonë gazetar, me styre dhe analistë e emisionit Kampionët Blendi Mend. Që ndoshta pak edhe këto kushtet atmosferike për një nuancë do të jenë në favor të tyre për shkak të aspektit fizik, ndoshta në aspektin fizik janë më përpara se ne, por kjo nuk nënkupton që ne nuk do t'imposhtim ata, padyshim që pres një performancë shumë mirë të gjithë delmoshave tonë, shihet një mobilizim i jashtëzakonshëm dhe një dëshirë e madhe. Po shpresoj shumë dhe jam i bindur që do dalim triumfos nga ky takim. Kemi marrë bashkë edhe formën e lojtarëve tonë që vallojnë në klubet e tyre, që është jashtëzakonshme. Jam shumë optimist për ndeshjen sot ndaj Slovakisë dhe besoj që gjosat nuk janë më 50-50, por 60-40 për Kosovës. Pse? Pse po thu? Për shkak të mungesës të shkrinar? Jo vetëm mungesës të shkrinar, por edhe formës që vallojnë lojtarët tonë.
E kem prapa vi një këngë që është legjendare. Do t'jem 3 që kanë vonë jetën për vendin tonë. Sot do t'jem 3, nuk ka nevojë me luftu me armë, ka nevojë me luftu, do me vonë push, me vonë maksimumin me shkru emrat e tyre në historitë këtij shteti, do me vonë që është i ri, ka vonë shumë edhe këta besoj jam i bindur që kanë me vonë gjithë shka, për me bo diçka pa imagjinueshme, do me thonë me na dërgu në kampionatin botror. I kem ato medaljet olimpike që janë arritje jashtëzakonshme Kosovës, po me një sport ekipor, siç është futbolli, sporti më i njohur në botë, që e përcjellin 3 miliard njerëz në kampionatin botror, arritja jonë atje kish me qenë arritja më e madhe ndonjëherë, jo në sport, po në krejt sferat, edhe politike. Jashtëzakonisht është e madhe që ne shkojmë në kampionat botror, kemi rastin 2 ndeshje jem afër dhe po besoj që mujna me arrit. Paka shumë kjo ndeshje mi kujton atë emocionet e ndeshjes së parë historike zyrtare kur kemi luajtur me 6 shtator 2016 kundër Finlandës, ku ekzistonte një entuziazëm jashtëzakonisht i madh për pritjet e kombëtarëve së Kosovës në ndeshjen e parë zyrtare. Dhe tani kemi ardhur në një pikë ku kjo ndeshje është ndërruar një finale, është një gjysmëfinale tama për kualifikim në Kupën e Botës. Tifozët që këshin udhëtuar nga vendet të ndryshme të Evropës, por edhe nga Amerika e largët, ndonë emocionet me ne para fillimit të ndeshjes. Po e kthej pak në shaka, me ngrej komën zhak, që ato e një fjallë popullore. Kja ngrej komën zhak në shtapi marrë në Amerikë krejt, e inshallah kemi edhe që të fatë mu kualifiku edhe shpresoj. Besojmë. Ne dim që ka shumë shqiptarë në Amerikë, po a do të keni kapacitet të na mirëpritni neve në rast se kualifikohemi? Ma mërmendja që kena mi avu qarën se sidomos Amerika edhe tash edhe 99-ën batalioni Atlantiku ka qenë për Kosovën do jena apet, do jena pa tjetër mirëpritës edhe qatë mujna me bu, po inshallah na vjen deri në atë moment. Mos na ngushton shumë emocione kena për deri në atë. Tamam funda. I nderuar, sa ke përcjell Kosovën shtot në përgjithësi jo? Me kena përcjell këtë lojë me ceka dhe njerë, na kona në Hamburg në lojë, në Hamburg në Shqipnin, kështu që na ka shku mirë atje, vetëm barazim, po besojmë që edhe Kosova ka me fitu sot, edhe lojën tjetër, edhe kena mi prit në Amerikë mas mjete. Po është shumë krenari, edhe na me të kena prit me pas jetin tonë, edhe me përkrah maksimalisht, edhe thonë që krenari e madhe, kreatësi e madhe, kongë tona, flamurët tonë, ekipi jonë, dhe me thonë s'ka ma mirë. Jo, qime rregullisht ndeshën i përcjellni. Ku do qilun Kosova gjithmonë një matë. Rregullisht. Po kena me fitu kismet sonte 2-1. 2 golla Morici. Po kalanin orët, ndeshja po afroi e emocionet po rritshin, e dardanët morën rrugën për në stadium me transportin e siguruar nga shteti mikpritës. Tifozët kishin zënë vendin e tyre në tribuna, ne në hapësirën për media, e futbollistët kishin filluar të kryen përgatitjet e fundit për këndeshjen. Gjithçka ishte gati dhe gjyqtari kryesor i takimit dha shenjën për fillimin e ndeshjes. Slovakët realizuan të parë qysh në minutën e 6 duke ndezur edhe më shumë atmosferën në kampin vendas. Kosova u rikthye shpejt në lojë me një gol të realizuar nga Veldin Hoxha, pasi kombinimi me Mergin Vojvodën. Kur gjithçka po shkonte deri fundit të 45 minutave të parë, slovakët dalin sërish në skenë për të realizuar golin e dytë dhe për të rikthyer përsin. Mirë po, në pjesën e dytë u pa krejtësisht një Kosovë tjetër. Dardanët fillimisht arritën të barazonin në përsin, e më pas të shënën edhe golin e avantazhit nëpërmjet Florent Muslijes. Kjo nuk ishte tëra nga të drejtuarit e Frankofodas, të realizuan edhe golin e katërt me realizator Tani Krishnik Hajrizën. Krejt, çka arritën të bënin vendasit ishte edhe shënimi një goli për rezultatin final 3-4. Në fishlimin e fundit të gjyqtarit, festat e Kosova nisi me futbollistët të cilët nuk mund t'i mbanin as lotët. Festa vazhdoi edhe në zhveshtore, derisa në Prishtinë po bëhej nami nga tifozët që kishin zgjedhur t'i pushtonin në rrugët e kryeqytetit. Të lumtur e të buzëqeshur, se cili futbollist që delte nga dhomat e zhveshjes përçoi të publiku mesazhin e lumturisë nëpërmjet kamerave që ishin prezente aty. S'kam fjalë me përshu për zotin Sedi, është shumë ndjenje e mirë edhe e kom pri që kena me lutë mirë, po me fitu, me thonë drejtën kështu sinqerisht, nuk e kom pri që kaq, do me thonë që të fitore kaq të madhe.
Po, djelmoshat e kanë jep maksimumin, e kanë tregu vetën, kanë luajtur me zemër, me shpirë, kanë lënë gjithçka që ka pasur në fushë. Po ka një lojë e fortë nga ona jonë. Besoj se e kemi kallëzuar edhe më shumë karakterin tonë, çuçi e luajmë na futbollin, çuçi e kemi bërë kualifikime për botëroren. Edhe për kaq edhe më shumë i lumtur që e fitum, shkruajtëm edhe një hap më shumë në histori. Po, besoj që ka kapacitet kjo kombëtar të kalojë Turqinë pas që dim luajmë në Fadil Vokrić do të jetë një shtyse e madhe. Gjithashtu duhet i frindoj gjithë tifozët që ishin të pranishëm në Slovaki pasi që na bën të ndihemi sikur në Kosovë, në Fadil Vokrić. Normalisht se është një ndeshje e vështirë, kam marrë parasysh se Slovakia është një ekip kualitativ, mirë po treguam një lojë të mirë, edhe pse na ndëshkuan nga goditjet standarde, mirë po nuk flasëm në pas pjesës së parë që asgjë nuk ka përfunduar, kështu që vazhduam pjesën e dytë, treguam karakter dhe e fituam ndeshjen. Kemi arritë diçka, një moment historik, ama me shumë humilitet, do të me nejtë me kom për tukë edhe se e kene edhe një lojë edhe halo nuk e kene. Gjumi takuam edhe presidentin e Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi, i cili për disa minuta dha detaje të rëndësishme nga ajo si çfarë ndodhi në Stadiumin Nacional në Bratislav. Normal, ndeshjen e kena pa me emocione, se e kemi thonë edhe më herët, kjo është ndeshje lojë eliminuese dhe nuk është se gjithëherë fiton më mirë në këto raste. Sigurisht që u vrejt edhe kvaliteti, pavarësisht golave që i morën, u vrejt kvaliteti dhe u vrejt loja jonë, do të thonë që realisht e kanë marrë me përkushtim të gjithë futbollistët, gjë që rezultoi me këtë rezultat. Dhe për neve ishte shumë e rëndësishme që ta kalojmë këtë hap. Dynja pas pjesës parë, a u zhgënjeve, a pa të besim në rikthim? Në fakt u mërzita, nuk u zhgënjeve, u mërzita pak, se ran gollat na e kishim lojën, se edhe murëm gollat fiks në duk që ka njëherë është e pa drejt kjo farë punë e futbollit, se nuk fiton gjithër më miri, po e kisha besimin e plot, sepse përkushtimi ka qenë jashtëzakonisht i madh dhe fillim ka qenë vetdia në deri në maksimum të gjithë. I keni po edhe bankën, i keni po bashkarisht të gjithë grupin që kanë funksionu me një rohje zemre dhe me një frymëmarrje të njëjtë. Ishe shumë i bindur president për fitore sonte, a je i bindur edhe për të marrë në fitore? Unë gjithmonë jam optimist, po jam real. Domethënë do të jemi real, thjesht është një hap që kemi qit mirë, sepse këtë hap po e them që edhe kemi meritu, jo vetëm këtë ndeshje, po gjatë gjithë kësaj pjese, gjatë gjithë këtij kompeticioni, ju e dini që kemi luajtur mirë dhe djem kemi përkushtu. Kështu që optimist jam, Turqia është shumë e fortë, është e vërtet kjo çështje, po realisht në për këto ndeshje e thatë shumë mirë ne jemi Kosova dhe ne do të luajmë, do të dhom 100% sigurisht dhe shpresoj dhe besoj që në këtë grup që kemi ra, e kemi shumë për nder dhe kemi shumë me qef me shku dhe me barazu flamurën e Kosovës dhe flamurën e Amerikës në himnet në dy shteteve tona në pikërisht në. Për Kosovën, në fakt, kjo fitore nuk ishte vetëm në rezultat, por një dëshmi e fuqisë së përbashkët, e krenarisë kombëtare dhe dashurisë së pafund për futbollin. E tani, pas